Pas përfundimit të Final 8 Kupës së Kosovës në basketbol, si dhe pas zhvillimit të ndeshjeve të përfaqësuesës së Kosovës në basketbol në kuadër të para kualifikimeve për botërorin e basketbollit, këtë fundjavë në aksion do të rikthehet Superliga Basketbollit të Kosovës me xhiron e 22. Këtë xhiro hap derbi i Dugaxhinit në mes të Vllaznimit dhe Pejës, ndeshje kjo që zhvillohet ditën e shtunë me fillim nga ora 17, ku në 21 xhiro sa janë zhvilluar deri më tani. Vllaznimi numëron 9 fitore e 12 humbje, duke u pozicionuar në pozitën e 5, ndërsa Peja me bilanc prej 15 fitoreve e 6 humbjeve pozicionohet e dyta në tabelën e Superligës. Një tjetër ndeshje që zhvillohet të shtunën është ajo në mes të klubit të basketbollit Bashkimi dhe skuadrës së Yllit, ndeshje kjo që do të zhvillohet në palestrën Sezaj Suroj me fillim nga ora 19, ku Bashkimi që gjendet në pozitën e 6 pas përforcimit të fundit me ish basketbollistin e NBA Terence Ferguson kërkon fitore ndaj klubit të basketbollit Ylli, që aktualisht pozicionohet i 4 në radhitjen tabelare. Ndeshja parafundit e xhiros së 1-2 zhvillohet në mes të skuadrës lidere të Superligës Trepçës dhe skuadrës që gjendet në pozitën e fundit të tabelës Istogut. Kjo ndeshje zhvillohet me fillim nga ora 17 në palestrën Minatori. Xhiroja 22 mbyllet me ndeshjen Proton Cable Prizreni Prishtina, që zhvillohet me fillim nga ora 19, ku Prishtina kërkon fitoren e 15 sezonale, ndërsa Prizreni po ashtu kërkon që përmes fitores të shmanget zonës së play-outit. Theksojmë që ky cikël i ndeshjeve është cikli i fundit i ndeshjeve para përfundimit të sezonit të rregullt të Superligës së Basketbollit të Kosovës.